Unë jam Uarda Albunesa. E di mirë që një pjesë e qytetit më njeh si avokate, si profesionin që unë ushtroj. Por gjithashtu një pjesë tjetër e konsiderueshme më njeh si artiste, poete, si një vajzë që e du shumë vargun. Unë sot do të tregoj historinë time, e historia ime fillon tani. Dhe ju do kuptoni përmes shpjegimit dhe rrëfimit tim se ku bashkua ligji me poezinë tek Uarda. Çdo gjë nis nga kjo foto, nga dy trinj që takohen, dashurohen dhe lidhin martesë. Nga kjo martesë sjellin në jetë dy vajza. Unë qëllova të isha fëmia i vogël i familjes. Në fakt, nuk është se e pritin me një dorë të kitje të madhe, sepse pritshin që fëmia i dytë ishte një djalë, se vajzën e kishin. E kështu, lindhi ky bebi i bukur, që jam unë. Duhet të jem diku 6 muajshe këto. Por nuk ishte kaq e thjesht, ishe nan për nanën time, sepse që në momentin kur ishte shtatzan me mua rreth muajit 5, dhe kur shkon me ba një kontroll rutin, doktori i thot: "Zonjë, shoh që diçka nuk shkon me fëmijën tuaj. Nuk e di, mu m'duket sikur ju nuk ushqeheni. Nuk jo siguroj që kjo shtatzani do t'ju shkojnë deri në fund." Mama u pat shqetësu shumë, u pat stresu. E një nga netët, kur ishte e stresuar, shikon një ëndër. Në ëndër një zë gruaje i thot: "Mos e ndëgjo çfarë thot doktori. Fëmijën e ke shnoshe mirë e do të lindësh me datën 11." Mama sigurisht që nuk e besoi. Atëherë ishte dhe e re, e tha: "Ëndër ma." Në fakt, profecia doli. Unë lindha në muajin e 9 të shtatzanisë me datë 11 maj. E kjo ndoshta, kur mama ma ka tregu, mu duk si një shej. Nuk e di pse. E kështu, muajt kaloshin e unë shkova diku 9 muajshe. 9 muajshe, s'morem shumë ramë në qerdhe. Kolli mirë. Nanat e reja, po pa diskutim, edhe gjyshet e din mirë se qa është. Mas shumë vizitave në përmjek, askush nuk diagnostikon të sakt se çfarë kishte ky fëmijë. Për 6 muaj pa drejt rroge, mama endej, por askush nuk dite mi dhan përgjigje. E kështu, u kthyn në një familje ku do prisnin që fëmija atyre do ndrote jetë shumë shpejt. Pikërisht në atë moment, ndolli një mrekulli. Erdhi një telefonat nga gjyshja jame në Nadrit, që i thot: "Nisu direkt me vajzën e vogël në Vlorë. Është një mjek shumë i mirë që ndoshta mund t'ju ndihmojnë." Kështu ban prindëmi dhe mu më qunen tek doktor Isufi. Unë nuk e kam përmend kur këtë emën, por e di që ai nuk jeton, ka shumë vite që ka vdek, por unë du ta falenderoj me gjithë zemër atë shpirt kudo që t'jetë, sepse unë mendoj që ishte ai që la mundësin që unë t'isha akoma në të jetë këto. Doktori Sufi ka një histori shumë bukur, më falni për emocionet. Doktori Sufi në fakt kishte shumë pak kohë që kishte dalë nga burgu. Sistemi komunist e kishte dënu me pushkatim. Po i kishte dënu të dy vëllezërit bashkë me vllain e tij, të cilët ishin binjak. Njërin, doktorin e kishte dënu me pushkatim, ndërsa vllain tjetër binjak e kishte dënu me 25 vite burgim. Në ditën kur doktori do pushkatohej, vllai i binjak i afrohet dhe i thot: "Ti je mjek dhe Shqipëria dhe vendi ka nevojë për ty. Kështu që kur thrasin emrin, unë do za vendin tam. Do hiqem sikur jeti." Dhe kështu ndolli. U desh që vllai i tij të sakrifikonte, që doktori Sufi të vijonte të jetonte, e të shtonte jetën time e kush e di sa fëmijëve tjerë. Me mjekimin e duhur e me gjithë vëmendjen, unë u rrita pa diskutim dhe në moshën 6 vjeçare fillova me shfaq dëshirën e madhe për kërcimin.
Dhe ishte pikërisht moshën 17 vjeçare që e kam prek për herë të parë këtë skenë. Me profesor Vladimir Saitin, që du ta përshëndes shumë, unë nuk e di nëse është në sallë, por nëse do më njekun, jam shumë mirënjohëse për gjithë dashurinë dhe gjithë teknikat që na ka mësu. Më pas filloi shkolla dhe shkova në matur. Në matur qëlloj që në vitin e tretë të maturës, profesori i letërsisë, Sejt Sokoli, që e përshëndes po ashtu, na vjen një ditë në klasë dhe na thotë: sot keni orën e hartimit. Keni një temë që do ta zhvilloni, por ta dini, asnjëherë në jetë nuk kam vlerësu një nxanës me notën 10. Nota maksimale ka qenë 8. Kështu që u përgatitme që maksimalisht maksimumi që mund të arrishim do të ishte një 8. E kështu kry me hartimin dhe mbas një javë kur i kishte korrigju profesori, ardhi në klasë dhe na tha: kam vendos vetëm një 10. Është 10 e parë që vendosi si profesor. I kam vendos një nxanëseje, një maturanteje, por jam i bindur që nuk ka kanë ajo që e ka shkruajt, është dikush që e ka ndihmu. Doli që ajo maturante isha unë. Dhe ishte aty ku për herë të parë morra guximin dhe shkëndijën dhe vetbesimin që po, unë vërtet mund të kem një lidhje me artin e të shkruarit. Por jeta është e vrullshme. Erdhi momenti që duhet zgjidhja universitetin Degën. Dhe isha mes kinematografisë, cilën e doja shumë, isha mes gjuhëletërsisë, isha mes psikologjisë dhe drejtësisë. Fatje deshi që unë vazhdoja studimet për drejtësi, masterat, doktoraturën, specializimet e tjera, dhe deri sot që ushtroj me shumë dashuri e me shumë përgjegjësi profesionin e nderuar të avokatit. Por pikërisht në vitin 2011, kur gjërat po shkonin shumë mirë në familjen tonë, ne vajzat kishim fillu mu rrit, kishim fillu mu sistemu në punë, dhe pikërisht atëherë, kur ti mendon që çdo gjë është në vendin e duhur, ne bëjmë plane e Zoti qesh me ta. Baba diagnostikohet me një smundje traumë, edhe pse luftoi 2 vite fort dhe ne bashkë me te, në 2013 ndron jetë. Nuk ja doli dot, dhe pse kishte një dashuri shumë të madhe që të rrinte me ne, jetonte. Unë du të ndalem pak tek profili babës tem, sepse mendoj që ka momenti që ta dëshmoj para jush që arkitekti i jetës teme është baba jem. E kujtoj që më ka rrit me shumë dashuri, me shumë vetbesim, e më ka dhënë disa mësime të cilat i kujtoj gjatë gjithë kohës. Më ka thënë mos kem frikë askëm dhe asgjë. Më ka thënë që t'i respektoj gjithnjë njerëzit, kushdo qofshin ata. E më ka thënë të mos i lëshoj pe askujt. Po gjithashtu më ka thënë që unë nuk duhet kem frikë, duhet jem guximtare që t'i ndjek ëndrat e mia. E në fakt për gjithë ata që më njohin dhe kanë pikpyetje dhe thojnë si është kaq e lirë kjo vajzë, kaq guximtare, pse si për ulet askujt kjo? Vjen pikërisht sepse unë jam rrit nga një baba i tillë e nuk di me ba ndryshe. Por humbja babait nuk ishte goditja vetme për familjen tonë apo për mua. Është gati e çuditshme dhe e pabesueshme se si munden disa njerëz të jenë aq të pamëshirshëm e aq negativ, sa që të mos mjaftohen asnjëherë me dhimbjen e tjetrit, po duan deri aty sa ta shikojnë të rrëzuar e mos mu ngrit kur kam. E megjithatë, pas humbjeve në jetë, e pas goditjeve, ardhi një njojë e re në jetën teme. Zoti të kompenson, e mu mësolli njojën me bashortin tem Paridin, cilin e përshëndes shumë, i cili është tempulli im i dashurisë, i besimit edhe i qetësisë. Ne lidhëm martesë në vitin 2015, e pa diskutim vijoj me planet, pasionet, dëshirat e projektet tona. Viti 2015 deri në 2019 nuk ishin vitet lehta për mua, kanë qenë vite emocionale të vështira, ku unë
kam punu me veten dhe kam qenë shumë e ndryllur. E mbase ishte pikërisht e nevojshme, sepse ligjet e kishin ba punën e tyne që të më ngurtësonin. Dhe kishin ba së bashku me ligjet edhe goditjet e një pas njëshme, kishin arrit që unë mos të shfaqja dhe të fsheja pasionin tim për letërsinë dhe për poezinë. Ishte viti 2019, një mbrëmje, kur edhe unë nuk e shpjegoj, mora një letër dhe për herë të parë shkruajta prozën poetike Altar, të cilën ja dedikova babait tim. Më pas Altarit, erdhi proza tjetër Du më rrëfy e kështu me radhë. E sot që flasim, unë jam botuese e 2 librave me poezi. Libri parë U dhe libri 2 që sapo ka dalë me poezi me titullin Qesh dhe të madh. Edhe jam e bindur që nuk do nalem ma, sepse pasioni im për letërsinë dhe për poezinë është një pasion që ka lindur me mu. Është një lundti për të cilën unë jam shumë falenderuese krijuesit. Unë fakt besoj në Zot, shumë besoj në Zot. Dhe në përmbyllje të rrëfimit tim, unë i kërkoj vetëm një gjë krijuesit, të më falin mirësi gjatë jetës, aq sa kam në shpirt. Faleminderit për vëmendjen.